Siç është parë tashmë, Kosova është pa institucione të konstituuara, pa president apo presidente të zgjedhur, jo për mungesë kohe, po për mungesë vullneti politik nga ana e lëvizjes vetëvendosje. Partia Demokratike e Kosovës ka qenë jashtëzakonisht konstruktive dhe është munduar që vendit t'i japë president, mirë po, çfarë ka kërkuar lëvizja vetëvendosje përkatësisht Albin Kurti është subordinim, është nënshtrim i vullnetit politik të deputetëve të zgjedhur karshi tij. E një gjë e tillë nuk ndodh. Tashmë është e qartë, vendi pashmangshëm po shkon drejt zgjedhjeve, mirë po është vetëm një adresë përgjegjësisë e ajo është lëvizja vetëvendosje. Po një gjë është e qartë, po besoj lëvizja vetëvendosje dhe Albin Kurti janë mjeshtër shkëlqejnë vetëm në dy fusha, në prodhimin e krizave dhe në propagandë. Zgjedhjet që do të pritet të mbahen tani në qershor janë paralajmëruar nga zoti Kurti menjëherë pas përfundimit të zgjedhjeve të dhjetorit, dhe kjo është e qartë. Ka bërë një kalkulim të gabueshëm, ka pritur që opozita do t'i nënshtrohet, dhe siç po shihet nga deklarimet e tij, ai sërish pret që opozita do t'i nënshtrohet, po PDK nuk i nënshtrohet vullnetit politik të Albin Kurtit. E kemi bërë të qartë, kur është në pyetje interesi shtetëror, ne nuk shohim ngjyra partijake, kemi votuar marrëveshjet ndërkombëtare, kemi votuar zgjatimet buxhetore, po është tërësisht e pakuptimit që tani e 2 vite ne flasim për emra të përveçëm të pushtetarëve, kush është kryeparlamentar, kemi humbur muaj të tërë këtu, kush do të bëhet president, e nuk flasim për hallet e vërteta të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ne nuk shkojmë në sallë për të bërë quorum dhe për t'ju nënshtruar vullnetit politik të Albin Kurtit. Thënë të drejtën, është e paprecedent që ambasadori që shërben në Bruksel, detyra e të cilit është që të mirëmbajë raportet e Kosovës me Bashkimin Evropian dhe me Belgjikën, sepse kam përshtypjen që ambasadori është edhe ambasador bilateral atje, të ngarkohet me detyrën e dialogut Kosovë-Serbi. Dhe kjo është gabim për shumë arsye,